Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht që njoh me titujt kryesor. Shënohet viktima e parë nga përmbytje, Dursakët ngrihen në protestë për plasen me policin. Përmbytje dhe vdekja e punonësit në Durrës, prokuroria nis hetim për tenderin 19 milion euro për hidrovorin që u fitua nga emra të lidhur me pushtetin. Rruga 260 milion euro e Ballukut mbetet jashtë funksionit, aksi i Qukës qaftë-Ploç i bllokuar nga inertet. Rimbursimi i TVSH për tunelin e Llogaras, statimet mbyllën sy dhe toleruan skandalin. Do përballemi me kartelet e drogës e ngarkuara me punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nancy Van Horn takon krerët e rinj të SPAK e BKH. Kyçen sërish dyert e kuvendit, Partia Demokratike të mblidhet këshilli i mandateve për Ballukun, po intimidon dëshmitarët. SBA të rriqet nga 66 organizata ndërkombëtare, përfshir Komisionin e Venecias, Rubio, janë të padobishme. Iran, protestat kundër qeverisë përhapen në të gjithë vendin, 34 qytetar të vrarë dhe 2200 të arrestuar. Për shkak të situatës së përmbytjeve në qytetin e Durrësit, qytetarët dhe protestues të shumtë janë mbledhur përpara bashkisë me thirrje dhe pankarta në duar. Për të na informuar më shumë mbi këtë protestë organizuar nga qytetarët, kam në lidhje të drejtë për drejtë Klodiana Haxhia, e cila do të na informojë më shumë. Klodi, të përshëndes, çfarë ndodhi në protestën e ditës së sotme në qytetin e Durrësit? Edhe unë ju përshëndes nga Durrësi. Ishte lajmëruar një protestë në zonën e Ish-Kënetës, pranë burgut, nga banorët e kësaj zone, të cilët prej 3 ditësh qëndrojnë të përmbytur rreth orës 16. Menjëherë pas grumbullimit të tyre pranë zonës së Ish-Kënetës, pranë burgut, ata janë nisur duke marshuar, të mbështetur edhe nga deputetët e Partisë Demokratike drejt bashkisë së qytetit, duke marshuar nëpërmjet gjitha rrugëve që të sjellin drejt bashkisë së qytetit. Në momentin që kanë ardhur përpara bashkisë së qytetit, janë konfliktuar me punonjësit e rendit të cilët kanë qenë tek dera e bashkisë, pasi protestuesit kanë tentuar që të hyjnë brenda institucionit të bashkisë, duke thyer edhe vazat e luleve. Më pas, të irrituar dhe me pankarta në duar, janë grumbulluar përpara derës të bashkisë duke protestuar qytetarë të shumtë, të cilët janë të përmbytur. Atyre u janë bashkuar edhe banorë të qendrës së qytetit të Durrësit, të cilët preken nga projekti i tij për prishjen e banesave rreth zonës arkeologjike. Kanë qëndruar rreth 70 apo 80 minuta duke protestuar, duke kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si pasojë e përmbytjeve të shkaktuara në Durrës. Kanë hedhur me pankarta në duar, kanë hedhur edhe kanë thënë se kjo është një qeveri e korruptuar, e cila ka sjellë edhe përmbytjet, të cilat nuk kanë ardhur si pasojë e shkaqeve natyrore, por si pasojë e korrupsionit. Duhet të theksoj se gjatë ditës së sotme një punonjës i ndërmarrjes komunale të plazhit, 54 vjeç, është dhe viktima e parë e përmbytjeve të shkaktuara 3 ditët e fundit në qytetin e Durrësit. Ai u gjet në një kanal në zonën e Shkëmbit të Kavajës, 2 ditë pasi ishte shpallur i humbur nga familjarët e tij. Ishte nisur në orën 6 të mëngjesit në punë, 54 vjeçare ishte nisur në orën 6 të mëngjesit në punë dhe në orën 4 pas ditë 2 ditë më parë familjarët e tij, pasi nuk kanë mundur të kontaktojnë, janë drejtuar policisë për gjetjen e tij. Ishin forcat pulimare së bashku me policinë, të cilët për 2 ditë kanë kërkuar, dhe trupi i tij është gjetur i mbytur sot në një kanal rreth 15 metra i thellë, që sipas uniformave zyrtarisht nga policia e Durrësit mendohet se e ka marrë rrjedha e ujit dhe është mbytur. Menjëherë pas kësaj, prokuroria e Durrësit, pas kësaj ngjarje e cila u bë publike në mesditë, prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për shkaqet e përmbytjeve në Durrës. Prokuroria e Durrësit bën me dije se do kërkoj nga të gjitha institucionet në Durrës informacion për të zbuluar shkaqet e përmbytjeve dhe shkakun e mbytjes së 54 vjeçarit punonjës i Bashkisë Durrësit i ndërmarrjes komunale të plazhit. Por duke kthyer edhe një herë tek panorama që paraqet gjithë qarku i Durrësit si pasojë këtyre përmbytjeve. Kemi rreth 1100 familje të cilat kanë prezencë ujë, janë përmbytur, kanë dëme në orendi shtëpiake apo në mobilje. 2500 hektar tokë kryesisht në zonën veriore të Durrësit nga
nga zona e Suktit, Manzës, janë fshatrat përreth tyre të cilat kanë prezencë të lartë ujë, si pasojë e daljes së lumit të rrezën nga shtrati gjatë ditës së sotme. I gjithë shtabi i emergjencës ka qenë në zonën e Suktit, aty ku është kërkuar që të evakuohen rreth 500 persona. Deri tani janë evakuuar nga banesat e tyre, si nga qyteti i Durrësit, ashtu edhe nga njësitë vendore e Suktit e Manzës janë evakuar 400 persona në shtëpinë e pushimit të Kovalishensës, atë të Ministrisë së Mbrojtjes, por edhe hotelet kanë hapur dyert pasi 2 institucionet shtetërore janë mbushur, kanë hapur dyert edhe hotelet private përgjatë vizë bregdetare për të strehuar familjarët kryesisht të zonës së Suktit që janë evakuar nga forcat e ushtrisë dhe policia drejt tyre dhe rrezikonin jetën. Ka qenë një apel i prefektit të qarkut të Durrësit rreth orës 13:30 që banorët e zonës së Suktit dhe fshatrave përreth të evakuohen nga banesat e tyre për të mos rrezikuar jetën. Këti apeli nuk janë përgjigjur të gjithë banorët të cilët janë duke qëndruar në banesat e tyre pavarësisht prezencës së lartë të ujit në zonën e Suktit dhe në fshatrat përreth deri në Hamallaj si pasojë e çarjes si pasojë e hapjes së lumit e rrezën dhe përmbytjes që janë shkaktuar në zonën e Katundrit të Ri dhe në Sukt. Është një situatë kjo shumë e vështirë në një motë atsartë të Durrës, pasi gjatë ditës së sotme ka patur edhe temperatura shumë të ulta, ndërkohë që duke folur për qytetin, sërish zona e Ishkënetës në Durrës, Shkozeti, Porto Romano mbeten zonat më problematike për sa i përket prezencës së ujit në banesa. Pavarësisht se uji është larguar nga rrugët kryesore, rrugët dytësore, por edhe një numër i konsiderueshëm banesash, 360 deri tani të evidentuara nga shtabi i emergjencave qëndrojnë të përmbytura në Durrës. I shtohet kësaj situate dhe temperaturat e ulta për gjithë qytetarët e Durrësit kjo mbetet një situatë e rëndë dhe të gjithë protestuesit e grumbulluar pas ditën e sotme gjatë mbrëmjes përpara Bashkisë së Durrësit kanë kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, jo vetëm shpalljen e gjendjes së emergjencës, por shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme që secili prej tyre të dëmshpërblehet për dëmet që janë shkaktuar si pasojë e përmbledhjeve. Klodi duke shpresuar që çdo gjë t'i kthehet normalitetit dhe të menaxhohet sa më mirë situata dhe në orët në vijim mos kemi më problematika për sa i përket qarkut të Durrësit dhe jo vetëm. Unë të falenderoj për të gjithë raportimin që bëre nga terreni. Të përshëndes. Faleminderit juve. Mirë, do të kemi mundësinë që të ndjekim disa prej deklaratave të qytetarëve që kanë qenë pjesëmarrës në këtë protestë organizuar ditën e sotme në qytetin e Durrësit. Durrësi s'ka krimi! Durrësi s'ka krimi! Durrësi s'ka krimi! Durrësi s'ka krimi! Nuk në vëti shiu, po në vëti qeveriu! 900 firma, ku kanë dashur të venë në djeni të gjithë institucionet shtetërore për rrezikun që ekziston për të përmbytur zona e Durrësit të Ri dhe për më gjërë. Dhe ky peticion i shuar në 8 kopje, 1 Bashkisë së Durrësit, 2 Këshillit Bashkiak të Durrësit, 3 Prefekturës së Qarkut Durrës, 4 Kryeministrisë, 5 Këshillit të Ministrave. Në peticion është artikuluar shumë qartë që ekziston rreziku për përmbytje dhe duhen marrë masa urgjente për një plan që të jepte përfundimisht fund. Unë jam me mbytur fare, 80 cm ujë e kam brenda shtëpi. Malli është kullon. Është e treta herë kam bu lek çunat, tani kam nuk di ku të fle. Sot ju ka ikur ujë? Nuk kemi fshirë brenda, po kullon malli gjithë kështu. Jashtë ka ujë. Ne sot jemi mbledhur për qa vetën, se jemi bërë për vdekur. Me këtë pushtet, me këtë qeveri, me këtë prefektur, me këtë komunë dhe kemi mbaruar. Mundi 30 vjetë më ka iknu ujë. Nuk di ku të mytëm, nuk di ku të flej. Kena të jenë sa të dush, po këtu s'vikush. Edhe të bashkia jonë, lëzja si në me 6, bëjmë kapje për sharje. Qëtë bashkia nuk mëllë këtë palidhje. Ka 3 ditë që jetoj në ujë, dhe bëna një Situata ka ndryshuar në krahasim me ditën e parë? Jo, fare ujë nuk lëviz. Po në Durrës u shënua viktima e parë nga përmbytjet ku punojësi ndërmarrjes komunale në zonën e plazhit Astrid Hysenaj u gjeti mbytur në një kanal pranë shkëmbit të Kavajës, ndërkohë po bëhen evakuime në Sukt dhe në Katun të Ri.
Në Durrës është shënuar viktima e parë nga përmbytjet që kanë përfshirë vendin prej disa ditësh. Punojësi ndërmarrjes komunale në zonën e plazhit, Astrid Hysenaj, ka gjetur vdekjen pasi është rrëmbyer nga rrjedha e ujit pranë një kanali në zonën e Shkëmbit të Kavajës. Hysenaj ishte në kërkim nga familjarët dhe autoritetet në Durrës që prej datës 6 janar, ndërsa këtë të enjte u gjeti mbytur në një kanal ku dyshohet se kishte shkuar për të monitoruar situatën. Situata nga përmbytjet u përkeqësua në mesditë, ku lumi Erzen doli nga shtrati, duke vënë në rrezik jetën e qindra qytetarëve, kryesisht në Sukth dhe Katun të Ri. Por rrjedhoi, autoritetet shtetërore bën thirrje urgjente ndaj qytetarëve që të përgjigjen kërkesës për evakuim, pasi rreziku për jetën është tepër i lartë. Autoritetet vendore në Durrës bëjnë të ditur se prioritet në procesin e evakuimit kanë fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, si dhe familjet në zona të izoluara, ku transporti për evakuimin e banorëve do të sigurohet nga mjetet e Bashkisë Durrës, shërbimi mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, si dhe nga forcat e armatosura. Gjithashtu, menaxhimi i strehimit dhe asistencës për qytetarët e evakuar do të realizohet nga bashkia në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, njësitë e kujdesit shëndetësor dhe strukturat e shërbimeve sociale. Ndërkaq, Prokuroria e Durrësit ka nisur hetim kryesisht pas përmbytjeve të rënda të 3 ditëve të fundit që lanë në ujë qytetin e Durrësit dhe zonat përreth, si dhe pas humbjes së jetës së një punonjësi të bashkisë. Hetimet do fokusohen te mosfunksionimi i hidrovorit dhe tenderin 19 milion euro për ndërtimin e tij të fituar nga kompani të lidhura me politikën. Prokuroria nis hetimet për përmbytjet në Durrës dhe rrethinat e tij të shkaktuara prej 2 ditësh, si dhe për vdekjen e një punonjësi të ndërmarrjes komunale Plazh, që është viktima e parë e kësaj situate dramatike. Institucioni i akuzës po heton për veprat penale, shpërdorim i detyrës, shkatrimi i pronës me përmbytje dhe shkatrimi i pronës nga pakujdesia, me qëllim për të hedhur dritë mbi shkaqet që quhen në shkaktimin e tyre pasojave, si dhe po heton rolin e zyrtarëve të institucioneve qendrore e vendore, nëse e kanë përmbushur ose jo detyrën ligjore. Hetimi është nisur kryesisht nga prokuroria Suela Beluli dhe po administrohen të dhëna dhe dëshmi lidhur me situatën. Në këtë kuadër po hetohet edhe për rrethanat e vdekjes së shtetasit Astrid Hysenaj, trupi pajetit të cilit u gjet ditën e sotme nga polumbarët e Reneas. Dyshohet se si pasojë e situatës së përmbytjeve ka ardhur edhe vdekja e shtetasit Astrid Hysenaj, i cili rezulton të jetë punonjës i ndërmarrjes komunale Plazh. Sipas informacioneve, ky shtetas ka shkuar në zonë për të verifikuar situatën e krijuar, thekson prokuroria. Ka dyshime se nga personat e ngarkuar me funksione të cilët kanë për detyrë menaxhimin e situatës, janë kryer veprime ose mosveprime që përbëjnë mospërmbushje të rregullt të detyrës, duke dëmtuar rënd interesat e shtetasve dhe personave juridik dhe kanë sjellë edhe pasojat e rënda të evidentueshme dhe të matshme mbi të mirat pasurore, si dhe në jetën e një personi i cili ka humbur jetën, thekson më tej prokuroria. Nga verifikimet paraprake ka dyshime se situata me 250 hektar tokë të përmbytur dhe mbi 1000 familje të prekura e të dëmtuara është shkaktuar për shkak të mos funksionimit të hidrovorit. Tenderi për ndërtimin e hidrovorit të ri me vlerë 19 milion euro u fitua nga bashkimi i kompanive 2T, Adriatik dhe Vëllezrit Hysa. Kompania Adriatik zotrohet nga Petrit Kovaçi në masën 50%. Petrit Kovaçi është babai i Spartak Kovaçit, ish drejtori i përgjithshëm i usjellës kanalizimeve. Kovaçi rezulton të jetë lidhje familjare Ceno Klosit, ish drejtori i përgjithshëm i tatimeve, nëse aktualisht është deputet në qarkun e Fierit. Kovaçi është në listën e njerëzve të besuar të Belinda Ballukut, zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës, për të cilën SPAK ka kërkuar leje në kuvent për të arrestuar, pasi akuzon për abuzime me tenderat në miliona euro. Referuar të dhënave të Open Data, kompania 2T zotrohet në masën 50% nga Artan Sako, vëllai i Gramos Sakos, i cili aktualisht është kryetari i Bashkisë së Tepelenës, ndërsa më herët ka qenë drejtues i Gardës së Republikës. Ndërkaq në Dibër ka nisur reshjet e dëborës. Zonat më të prekura janë në njësit Lur dhe Kalaja e Dodës, ndërkohë një aksident ka ndodhur në rrugën e Arbrit, ku një burr pastruese përplasi 3 automjete. Ndjekim raportimin e gazetarit Enver Doçi. Aksident i 3 fish pranë tunelit të burrisit në rrugën e Arbrit. Burpastruesja ka qenë duke pastruar borën, po kështu kanë rrëshqitur makinat dhe janë përplasur. Raportohet për një person që kanë rritur në spital dhe 3 të tjerë të lënduar. Se rruga e Arbrit në orët e para të mjesit ka qenë shumë problem
si nga krahu i Tiranës në tunelin e Murrizit, po kështu dhe nga krahu i bashkisë Klosit. Për sa i përket rrugës Arbrit, nga tuneli i Murrizit deri në Peshkopi ka patur probleme, pavarësisht se borpastruesit ishin në rrugë, po ishte e pamundur se rreshtet e dëborës vazhdonin. Edhe tek tuneli në qafën e Vuallit, për disa orë mjetet kanë një të bllokuara, pasi kanë rrëshqitur nga bora, por aty për momentin nuk patër borpastruese, nuk pasi erë borpastruesja u bë edhe ndihma e policisë së shtetit, u bë e mundur lizja e automjeteve që vinin nga Tirana në drejtim të Dibrës dhe nga Dibra në drejtim Tiranës. Akoma ka probleme në disa segmente të rrugës Arbrit, si në Baqellar, te pisha të Fushfuqisë, te tuneli i Murrizit dhe te tuneli i Qafës Burgut. Për sa i përket situatës të përgjithshme në qarkun e Dibrës nga rreshtet e dëborës, njësia Lur, Kalea Dodis, Selvisht, Zaldar, Zaldresh, Ostren dhe zona e Martaneshit ka kaluar mbi 15 cm. Ka patur dhe rrëshqitje gurush dhe gjatë natës së mbrëmshme, pasi kanë patur vetëm rreshje shiu, ka pasur rrëshqitje të traseve të rrugëve të rurale dhe kështu rrëshqitje dherash. Dhe ka patur në disa njësi të tella, ka patur mungesën e energjisë elektrike dhe pasi telat janë këputur nga rreshtet e dëborës dhe rrëzimi i pemëve. Andarja e Këshillit Kombëtar të PD-s Iliriana Kuçana ka kallëzuar në SPAK Bashkinë e Durrësit, Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit në Durrës dhe Ministrinë e Bujqësisë për përmbytjen e fundit në Durrës. Sipas Kuçanës, institucionet kanë shpërdoruar detyrën duke keq menaxhuar situatën, shpërdoruar fonde dhe duke abuzuar me tenderat. Çështja ka kaluar për mos kompetencë në Prokurinë e Durrësit. Prokuria e Durrësit e ka larë me shishën e verës së Ergysa Gasit 33.000 euro dhe deri më sot unë nuk jam thirrur në Prokurinë e Durrësit dhe nuk kam informacion se çfarë ka ndodhur me përmbytjen e 2025-s. Rikthehemi tek përmbytja 2026-s. Atëherë kemi një investim rreth 19 milion euro për hidrovorin, ku vetë zonja Sako në statusin e saj, ku do ta ndaj për mediat, thotë që Durrësi nuk do të ketë më probleme me përmbytjen. Ju e keni parë që jo vetëm se Durrësi ka 3 ditë i cili është nën ujë, por keni parë që këta kanë arritur të përmbysin edhe Gjirokastrën. E kuptoni se me çfarë bandet strukturuar kriminale dhe i bëj thirrje sot drejtuesit të ri të SPAK-ut, Klodian Brahos, të merret personalisht dhe të merret seriozisht me këtë kallëzim në mënyrë personale, pasi bëhet fjalë për 400.000 banor të Durrësit dhe jo vetëm, pasi keni parë që janë përmbytur dhe zonat të tjera, dhe ju them dhe ju siguroj se nuk është përmbytje dhe nuk është çështje zoti. Unë kam ardhur këtu për të bërë përgjegjës pikërisht atë që mendon se është zoti shqiptarëve, Edi Rama, që në shërbim ka vënë djajt e tij, ku të cilët duhet të themi që çdo vepër korrupsioni, krimi, ku të gjithë shqiptarët i keni parë se me çfarë qeverisje kemi të bëjmë, me një narkoqeveri, ja u kemi thënë vazhdimisht dhe kemi rreth një vit që ju themi që këta janë një grup i strukturuar kriminal, na kanë paragjykuar një pjesë edhe shqiptarëve, po edhe të gazetarëve. Sot ju i shikoni me video, në ditët në vazhdim do të shikoni video ku koordinatorët e krimit dhe përfaqësues të koordinatorëve të krimit janë në pazare të drejt për drejta me Edi Ramën. Edi Ramën nuk shpëton dot më askush as bashkëpunëtorët e tij. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka reaguar ndaj situatës së rëndë të krijuar nga përmbytjet. Në rrjetet sociale, përfaqësia diplomatike thekson se vazhdon të ndjek nga afër përmbytjet në të gjithë vendin. Ambasada e Shteteve të Bashkuara vazhdon të monitorojë përmbytjet në të gjithë vendin dhe u bën thirrje të gjithë shtetasve amerikan të tregojnë kujdes në zonat e rrezikuara nga përmbytjet, të cilat po përkeqësohen. Disa zona në të gjithë vendin janë në urdhër evakuimi. Përmbytjet mund të ndodhin pa paralajmërim, ndërsa rreshtet e shiut mund të shkaktojnë mbylljen e rrugëve për shkak të përmbytjeve ose rrëshqitjeve të dheut,
thuhet në reagimin e ambasadës amerikane. Ndërkaq, delegacioni i Bashkimit Evropian thotë se po ndjek me shqetësim përmbytjet në të gjithë Shqipërinë. Drejtoria e përgjithshme e BE-s për mbrojtjen civile evropiane dhe operacionet e ndihmës humanitare është në kontakt të ngushtë me autoritetet shqiptare dhe po ndan informacione dhe imazhe relevante nga sateliti Copernicus. Së bashku me shtetet anëtare, BE thotë se është e gatshme të mbështesë popullin shqiptar në përballimin e motit ekstrem, përfshirë edhe përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Unionit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha përsërit kërkesën e tij ndaj qeverisë për të shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Lideri i demokratëve thotë se dëmet ndaj banorëve nëpër Shqipëri janë të mëdha si në banesa, ashtu edhe në biznese. Kreu i Partisë Demokratike kërkon qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore për situatën e përmbytjeve. Sipas Sali Berishës, janë të shumë qytetarët të cilët kanë pësuar dëme të rënda në banesa dhe biznese. Bashkia e Vlorës ka kërkuar evakuimin. Ju bëj thirrje banorëve të evakuohen sa më shpejt, sa më parë me të gjitha mundësitë e tyre, sepse lumi Vjosa është një lum me rrezikshmëri të pakrahasueshme me asnjë nga lumejt tjerë të vendit në befasinë e prurjeve të tij. Para kësaj situate, dënoj me forcën më të madhe të indiferencë çnjerëzore, mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Ish-kryeministri thotë se situata në Durrës është bërë pasi 2 hidrovoret kanë pasur probleme dhe përpasoj situata është kthyer në kritike. Këto 2 hidrovorë, të paktën gjysmë e portave të Porto Romanos nuk funksionojnë, nuk evakuojnë, kurse hidrovori i Hamallës i ka pompat e djegura. Përveç kësaj, kanalizimet janë bllokuar me ndërtime të tjera ose nuk janë pastruar. Berisha akuzoi Ramën dhe Ballukun për vjedhjet e tyre të mëdha që kanë kryer në bashkëpunim. Në çdo rrjesh të dosjes Balluku, Edi Rama lexon emrin e tij. Në çdo rrjesh të aeroportit të Vlorës, tunelit Llogaras, Unazës së Madhe dhe tendrave të tjerë, de facto prapa lubis është Edi Rama. Ndaj dhe ai po bën gjithçka që të bllokojë drejtësinë dhe kërkesën e saj. Edhe pse ftesën ja kanë refuzuar, Berisha ende pret që kryetarët e partive Mundësia, Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk të shkojnë në takimin e kësaj të premteje për të diskutuar agjendën opozitare ndaj Edi Ramës. A mund t'i paragjykoj unë ato pa u mbledh tryeza? Po ja që mund të ndryshojnë mendim dhe pastaj çngelet nga fjala ime. Kështu që ata, dera është e hapur, tryeza është e hapur dhe janë të gjitha ata që ndjejnë veten opozitar, janë të mirëpritur. Zhvendosim vëmendjen nga situata e përmbytjeve për të raportuar një lajm të minutës së fundit ku një zjarr masiv ka përfshirë tregun e rrobave të përdorura në lagjen 5 Maj. Si të shihet edhe nga pamjet, zjarri është i përmasave të mëdha ndërsa ende nuk dihen shkaqet. Forcat zjarrfikse njoftohet se janë nisur drejt vendit të ngjarjes për shuarjen e flagëve, të cilat mësohet se kanë nisur prej më shumë se 30 minutash. To janë pamjet e drejt për drejta të mbërritura në redaksinë e News 24, ku qartazi dallohet një zjarr i përmasave të mëdha. Ky zjarr masiv ka përfshirë tregun e rrobave në rrugën 5 Maj. Do të kemi mundësi më vonë që të raportojmë edhe për detaje të tjera, të cilat mund të zbardhin dhe shkaqet e këtij zjarri masiv. Dhe nëse do të ketë edhe një ndërhyrje emergjente nga forcat zjarrfikse, të cilat njoftohen që po mbërrin në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur dhe shuarjen e flagëve, të cilat raportohen që kanë nisur prej
më shumë se 30 minuta është tashmë. Bët fjalë për tregun e rrobave të përdorura në lagjen 5 Maj, aty ku qartazi dallohen edhe flakët që kanë përfshirë këtë treg, ndërkohë që ende nuk ka një informacion të qartë mbi shkaqet e këtij zjarri. Ishim me këtë lajm të fundit, ndërkohë do t'i rikthehemi sërish situatës përmbytjeve aty ku ka reaguar dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ku i kërkon qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore dhe të kompensojë dëmet e shkaktuara nga përmbytjet për të gjithë banorët e prekur. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi është drejtuar me një kërkesë zyrtare qeverisë që të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore në 7 qarqe të vendit. Prej disa ditësh, rajonet të caktuara të vendit, kryesisht në qarqet Durrës, Lezhë, Elbasan, Shkodër, Gjirokastër, Vlorë dhe Fier, janë duke vuajtur pasojat e rënda të fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga përmbytjet dhe vërshimet e ujit, të cilat për fat të keq kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në banesa, prona dhe biznese të qytetarëve shqiptar. Gjatë ditës së sotme është raportuar gjithashtu që një qytetar nga Durrësi ka humbur jetën për këtë shkak. Sipas Bardhit, nga vlerësimi i përgjithshëm i situatës rezulton se gjendja është e rëndë dhe se strukturat e shtetit deri në këtë moment nuk po veprojnë në të gjithë territorin e vendit. Gjendja e emergjencës dhe shpallja e fatkeqësisë natyrore të klasifikohet për përmbytjet dhe vërshimet e ujit që vijnë si rezultat i rritjes në nivele kritike të ujit nga faktor gjeologjik, atmosferik apo njerëzor, në shtratin e lumejve, në nivelet e liqeneve apo në batica bregdetare, që kanë mbuluar përkohësisht me ujë sipërfaqe toke në atë nivel që përbojnë rrezik për njerëzit, banesat dhe infrastrukturën. Deputetët e opozitës kërkojnë që institucionet të dëmshpërblejnë banorët e zonave të përmbytura për çdo dëm që atyre u shkaktuar. Sipërfaqja bujqësore e përmbytur në zonën e Torovicës në Lezhë arrin në 2500 hektar, ndërsa dëmët që u janë shkaktuar fermerëve janë tepër të mëdha. Deputeti i PD-s Agrongjek Markaj pa nga afër situatën, duke theksuar se nevojitet një ndërhyrje urgjente në hidrovorin e Balldrenit, investimi premtuar disa herë nga qeveria Rama. Përmbytjet e ditëve të fundit kanë prekur rënd zonën e Torovicës në Lezhë, duke përfshirë rreth 2/3 e sipërfaqes bujqësore për rreth 2500 hektarësh. Dëmet konsiderohen të mëdha, ndërsa qëndrimi i ujit në sipërfaqe për një kohë të gjatë rrezikon të sjellë humbje të konsiderueshme për fermerët që kanë mbjellë tokat e tyre. Prej 3 ditësh, fushat e Torovicës vijojnë të jenë në ujë dhe procesi i kullimit pritet të kërkojë kohë të gjatë. Në terren ishte i pranishëm edhe deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, Agrongjek Markaj, i cili u takua me banorët dhe ngriti shqetësimin se kjo është një situatë që përsëritet vazhdimisht. Sipas tij, qeveria duhet të marrë përgjegjësi dhe ta vërë situatën nën kontroll, në vend që të fajsojë vetëm faktorët natyror pa marrë masa konkrete. Siç e shikoni, situata është mjaft dramatike. Është një gjendje shumë e keqe për banorët, për fermerët, madje këtu nga pas është edhe një rrugë e cila lidh 2 fshatrat, shumë problematike për fëmijët që shkojnë në shkollë. Duket sikur e gjithë zona e Torovicës nuk është pjesë e Republikës, është jashtë kontrollit.
Unë ftoj Ministrinë e Bujqësisë, Bashkinë e Lezhës që në kohë normale të vinë dhe të administrojnë zonën ashtu siç duhet, me kanalet, me kullimet edhe mbi të gjitha me hidrovorin në zonën e Balltrenit, i cili është premtuar në çdo fushat elektorale dhe është kthyer në një gënjeshtër. Gjekmarka i theksoi se është urgjente ndërhyrja në hidrovorin e Balltrenit, i cili aktualisht nuk arrin të kryejë funksionin e tij për shkak të mungesës së investimeve. Sipas tij, investimi i nevojshëm është premtuar prej 3 vitesh, por nuk është realizuar asnjëherë, duke lënë zonën të pambrojtur përballë përmbytjeve të përsëritura. Aksi nacional Qukës Qafë-Ploç u mbyll plotësisht mbrëmjen e djeshme pas shembjes së masivit të dheut pranë tunelit, duke bërë që policia rrugore të devijojë qarkullimin nga rruga e vjetër. Ne jemi rikthyer në një nga akset më problematike, siç është aksi i ri Qukës Qafë-Ploç, i cili sikurse mund të shihet edhe nga pamjet, vijon me probleme të madhore duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë e qarkullimit dhe cilësinë e punimeve në një nga projektet më të kushtueshme infrastrukturore të vendit. Për shkak të rrëshqitjeve të dherave dhe inerteve gjatë 24 orëve të fundit, nga rreshet intensive, qarkullimi i mjeteve në këtë segment është mbyllur përkohësisht pas rrezikut të krijuar për drejtuesit automjeteve me incidentin e ndodhur një ditë më parë ku një mjet është goditur nga dherat dhe inertet. Për të shmangur rrezikun e përsëritjes së aksidenteve, policia e qarkullimit rrugor të Korçës dhe Elbasanit ka ndërmarrë masa të menjëhershme duke orientuar mjetet drejt rrugës së vjetër. Aksi do të qëndrojë i mbyllur deri në momentin kur firma kontraktore të përfundojë pastrimin e plotë të dherave dhe inerteve nga rruga dhe derisa të vlerësohet se nuk ekziston më rrezik për qarkullimin e automjeteve. Aktualisht kompania ndodhet në terren për kryerjen e nevojshme të punimeve, por këtë mëngjes qarku i Korçës është përfshirë edhe nga rreshtit e Dëborës, që siç shihet edhe nga pamjet ka përfshirë edhe aksin e ri, ndërsa ende nuk dihet se sa do të zgjasë bllokimi i qarkullimit në këtë zonë. Ne jemi rikthyer për të disatën herë në këtë aks, pasi problemet me rrëshqitjet e dherave janë shfaqur her pas here, duke rikthyer edhe një herë pyetjet mbi sigurinë, standarde teknike dhe cilësinë e ndërtimit të kësaj rruge. Aksi Qukës Qafë-Ploç, i cili ka kushtuar rreth 260 milion euro dhe është ndërtuar për më shumë se 14 vite, është prezantuar si një segment strategjik për lidhjen lindje-perëndim, por fenomenet e përsëritura po e vënë këtë rol në pikpyetje. Deri më tani, autoritetet kanë bërë të ditur se gjatë periudhës së dimrit, ky aks do të jetë nën monitorim të shtuar për shkak të problematikave që shfaq her pas here, sidomos në kohë rreshjesh. Banesa, shkolla dhe qindra hektar tokë bujqësore janë përmbytur në Dimal, Lushnjë, Krujë dhe Pogradec, ndërsa 10 familje mbeten të izoluara dhe mësimi është pezulluar. Rreshjet e dendura të shiut kanë sjellë sërish përmbytje në bashkinë Dimal. Shtëpitë në lagjen Dafinat janë përmbytur sërish, duke regjistruar përmbytjen e dytë brenda 2 muajve të fundit. Banorët thonë se dëmet e shkaktuara janë të mëdha. Katastrofë por 1 metër ujë brenda shtëpisë gjitha. Komplet erë e dytë që mbyti. Me divane, me të gjitha janë prishur. E sa ta herë është që përmbyten? Erë e dytë brenda muajit. Erë e dytë. E nuk është marrë as një mas? As edhe një mas. Në ujë në zonën e Dimalit ndodhet gjimnazi Muharrem Janina, e përpasoj është pezulluar mësimi, si dhe kopshti i fëmijëve. Rreshjet e dendura të shiut bën që lumi Seman të dal nga shtrati, përpasoj 190 hektar tokë të mbjella brenda argjinaturës janë përmbytur. Të shqetësuar banorët thonë se e përmbyten sa herë që lumi del nga shtrati dhe prodhimet e tyre ikin dëm. Mas njëri nuk merë, kanalet pastror, atëherë kohët pastroshin, tani se ka mene ri për punë. E kanë mene vetëm për të pastrurur për vete. Ujti këtu, shtalë pan ujti, qa ujti, që si i bërë, që si i shkoj që komplet, gjithë e malë, dhe thonë ka bëjnë për popullë, një dhe ke malë. Komplet, tokat janë përmbetur. Ndërsa në Lushnjë në fshatrat Sopës, Mërtish, Ferras, spolat të njësisë administrative Gradisht, si dhe 3 ura të njësisë administrative Grabian, tokat bujqësore me të mbjella janë të mbuluara nga uji.
E njëjta situatë paraqitet edhe në njësinë administrative Golem dhe Dushk. Edhe në zonën e Krujës, në disa fshatra niveli i ujit nëpër Ara, sa vjen e rritet. Rreth 20 familje janë të izoluara në fshatin Mërqine, ku 2 lagje në këtë fshat janë të rrethuara nga uji. Në fshatin Dukagjiniri dhe Miliskaj, ka vërshime uji si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit Droje, ndërsa në fshatin Miliskaj, uji ka hyrë në banesa, ku janë prekur 50 familje, dhe në disa banesa, uji shkon deri në 1.5 metra. Situata problematike nga prurjet paraqitet edhe në Pogradec. Njëra prej korsive të mjeteve në aksin rrugor Pogradec-Qafthan është bllokuar si pasojë e inerteve dhe ujit që ka dalë në rrugë. Deputetja e Partisë Lirisë në qarkun e Fierit, Brunilda Haxhiu, pa nga afër situatën e krijuar në disa fshatra si në Martin e Levan për shkak të përmbytjeve. Zullumet e kësaj qeverie kanë trokitur në derën e çdo shqiptari. Ne të gjithë jemi të mbytur edhe pa u përmbytur, edhe pa vërshuar lumi. Këta po ua konfiskoni tokat si rasti i Boçokës. Çmimet e ushqimeve, nafta, inputet bujqësore shumë të larta. Ju nuk arrini dot të shisni prodhimet bujqësore, sepse deficiti tregtar është i tmerrshëm. Ky është plan për t'ju falimentuar dhe tashmë është realizuar. Përmbytja ua ka dhënë kapaku të gjitha halleve tuaja. Por mos mbani asnjë shpresë nga ky sekt rilindas. Ata festojnë me fakrisit tuaja. Vjo me të tjera informacione, ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn ka zhvilluar një takim me kreun e prokurorisë së posaçme Klodian Braho dhe kreun e byros kombëtare të hetimit Joni Keta, duke u përgëzuar ata për rolet e tyre drejtuese. Ambasada amerikane në Tiranë thekson se diplomatia ka ritheksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për përpjekjet e SPAK në luftën kundër krimit të organizuar dhe trafikut të narkotikëve. Ambasada kujton edhe deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio, ku midis të tjerash ka deklaruar: "Ne do të përballemi me kartelet e drogës kudo që ndodhen dhe kudo që veprojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara. Detyrimi kryesor i presidentit është të sigurojë interesin kombëtar dhe sigurinë kombëtare të popullit tonë." Në përfundim, ambasada shkruan gjithashtu se së bashku ne qëndrojmë të bashkuar në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Nga hetimi për tunelin e Llogaras, përveç abuzimeve ligjore të zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kreut të ARSH-s Evis Berberi e zyrtarëve të tjerë, rezulton se është përfshirë në shkelje edhe drejtoria e përgjithshme e tatimeve. Sipas dosjes, tatimet të drejtuara në atë kohë nga Cenoklosi për 3 vite ka lejuar kompaninë e ndërtimit të punojë pa dokumentacionin ligjor dhe duke përfituar rimbursim të TVSH-s, shkelje që duhen hetuar më tej nga SPAK. Dosja hetimore për skandalin e tunelit të Llogaras nxori në pa abuzimet skandaloze me ligjin nga ana e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, drejtorit të ARSH-s Evis Berberi dhe vartësve të tyre. Përveç se rritjes fiktive të faturave që kanë rënduar mbi buxhet dhe favorizimit të kompanisë turke, e cila nuk ka kryer asnjë punim në tunel, ngrihen dyshime edhe mbi rimbursimin e TVSH-s për punimet e tunelit. Hetimi i hollësishëm i prokurorisë, e cila zbardhi aferën 190 milion euro me ndërtimin e tunelit të Llogaras nga SPAK, zbuloi shkelje të shumëllojshme që bëjnë përgjegjës, përveç Belinda Ballukut, edhe drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Kjo drejtori është përgjegjëse se ka lejuar firmën e ndërtimit të punojë plot 3 vite pa dokumentacion të vlefshëm ligjor, duke njohur TVSH-n kreditore të mallrave në ndërtimin e tunelit. Kreditimi i TVSH-s është e drejta që një biznes ka për të zbritur TVSH-n që ka paguar kur ka bler mallra apo shërbime nga TVSH-ja që ai vetëm mbledh kur shet mallra apo shërbime tek të tjerët. Pra ai është një mekanizëm që shmang taksimin e dyfisht dhe siguron që TVSH-n ta paguajë vetëm konsumatori final, jo bizneset ndërmjetëse.
Ligjet në fuqi e ndalojnë kreditimin e TVSH-s për bizneset që operojnë pa një dokumentacion të vlefshëm ligjor, ndaj duhet që KLSH dhe SPAK të hetojnë mbi rolin e drejtorisë së tatimeve. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë thotë se tatim paguesi që kryejnë veprimtari ndërtimi kanë të drejtë të kreditojnë TVSH-n e paguar për blerjet e mallrave vetëm pasi të kenë marrë lejen e ndërtimit dhe të kenë regjistruar objektin si projekt ndërtimi në organin tatimor. Konkretisht, leja për ndërtimin e llogaras është bërë e vlefshme në maj të vitit 2025, atëherë kur tuneli kishte përfunduar dhe ishte në prag të përurimit. Përgjegjësia ligjore bie mbi drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, e cila ka detyrë kontrollin e veprimtarisë së një kompanie, e cila në rastin konkret ka vepruar pa një dokumentacion të vlefshëm ligjor. Përgjegjës direkt të kësaj shkelje ligjore janë ish drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ceno Klosi dhe pasuesi i tij që nga muaji korrik 2024 Elidiana Qelaj. Dyshja Ceno Klosi e Elidiana Qelaj kanë toleruar veprimtarinë ekonomiko-financiare si pagesa të tatim fitimit dhe TVSH-s për kompaninë e ndërtimit, megjithëse ajo ka vepruar pa një leje të vlefshme ndërtimi. Kjo verbëri profesionale dëshmon për standardin e dyfisht në trajtimin që drejtoria e tatimeve i bën bizneseve të ndryshme në vend. Nga njëra anë tatime gjobisin në shkelje të ligjit Prestige Resort, 3 vite pas shembjes, edhe nga ana tjetër nuk ushtrojnë kontrolle tatimore për kompani që operojnë në veprat publike që paguhen me paratë e shqiptarëve. Është flagrant rasti i inspektorit Olsi Kuca, i cili firmosi gjobën 4 milion euro për Prestige Resort përtej çdo afati ligjor, duke bërë gafa ligjore në interpretime, duke mos pezulluar procedurën pavarësisht procesit gjyqësor e të tjerë. Abuzimi me besimin dhe paratë e shqiptarëve është një çështje serioze që meriton vëmendje, transparencë, por mbi të gjitha përgjegjësi penale për çdo shkelje së ligjit. Burime nga SPAK thanë se këto vit pritet të nisë një hetim i plot i shkeljeve nga ana e drejtuesve të tatimeve dhe gjobat e paligjshme ndaj biznesit. I rikthehemi sërish zjarrit të rënë në rrugën 5 Maj, për pikërisht aty ku ndodhet tregu i rrobave të përdorura. Në këtë moment e kam rritur në vendin e ngjarjes dhe gazetarja Gjensila Kodra, e cila do të na raportojë më shumë mbi detajet e këtij zjarri masiv që ka përfshirë këtë treg. Gjensila, të përshëndes. Prapa krave të tu, shoh që zjarri vijon të jetë aktiv, ndërkohë që në vend ngjarje kanë mbërritur apo jo forcat zjarfikse. Çfarë ka ndodhur? Daliana, të përshëndes, në fakt nuk dihet ende se ku është piknisja, mund themi, e zjarrit të fuqishëm që ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të enjte në rrugën 5 Maj. Fillimisht u raportuan në fakt nga banorët e zonës se zjarri kishte përfshirë tregun e rrobave të përdorura, por në fakt pas krave të mi, siç jeni duke ndjekur edhe me ndihmën e operatorit, shihet që vendi ku është në fakt izoluar tashmë dhe nga flakët dhe për shkak të kësaj situate kaq alarmante, mund ta themi, duke qenë se gjithë zona është me pallate, biznese të tjera përreth, është izoluar tashmë nga forcat e policisë, por edhe shërbimet zjarfikse, ndodhen magazinat e një tregu që ndodhet në rrugën, pra treg veshmbathjesh, por edhe rroba të tjera, po ashtu njëkohësisht edhe kpucësh që ndodhet në rrugën 5 Maj. Janë magazina të shumta, mund të themi janë magazinat më të mëdha, mund të themi të cilat mbahet malli stok apo malli që pritet të dali në dyqanet e tregut, e shitësve, dhe aty dyshohet në njërin prej këtyre magazinave të ketë qenë dhe piknisja e zjarrit të fuqishëm. Por gjithsesi zyrtarisht edhe nga ekspertët e shërbimit zjarfikës, në fakt nuk mund të themi me saktësi, për aq kohë sa dhe vetë ekspertët nuk kanë një raport më të detajuar për aq kohë sa deri në këtë momente është duke u punuar për neutralizimin e situatës, pra për fikjen e zjarrit. Njëkohësisht janë 30 forca të shërbimit zjarfikës, të cilët janë sjell në vend ngjarje, por njëkohësisht po ashtu nga ana tjetër janë 6 shërbime zjarfikse të cilat, automjete pra shërbime zjarfikse të cilat kanë mbërritur në vend ngjarje për të neutralizuar edhe këtë zjarr të fuqishëm, mund të themi, duke rrezikuar edhe banesat që ndodhen
përreth pra magazinave që ndodhet këtu në afërsi të Tregut dhe rrugës 5 Maj në kryeqytet. Në afërsi të këtyre magazinave Gjensilia raportohet që ka banesa afër, pra që janë të rrezikuara nga flakët? Në fakt, pjesa më e madhe e bizneseve që ndodhen përreth janë biznese në fakt dhe jo banesa konkrete shumë afër, ka pallate Daliana për rreth zonës, por deri në këto momente që ne flasim, fatmirësisht nuk rrezikohen pallate që janë rreth, pra banorët janë evakuuar, një pjesë e mirë e tyre për shkak edhe të kurreshtes, një pjesë e mirë e tyre pohojnë se kanë edhe janë pra persona që kanë magazinat në ambientet ku ka rënë zjarri, por të paktën fatmirësisht deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar. Shpresojmë shumë që kjo situatë të jetë edhe në vijim, pra të mos ketë persona të lënduar dhe flakët e zjarrit të shuhen nga shërbimet zjarrfikse në kohë, duke e parandaluar pra një përshkallëzim të situatës. Gjensilia apo janë edhe pronar të bizneseve të cilët kanë mbërritur në vendin e ngjarjes? Nëse ke mundur të marrësh ndonjë informacion nga ta? Në fakt, Daliana, në momentin e parë që mbërritëm në vendngjarje, tentova të komunikoj me disa nga banorët, një pjesë e mirë e tyre thonë se janë banorë të pallateve, janë disa pallate pra përreth, një pjesë e mirë e tyre thonë se janë banorë të pallateve, një pjesë kam dalë nga kurreshtja, por një pjesë edhe për tu larguar pra nga banesa nëse do të duhet evakuimi e tyre. Munda të flas me disa prej banorëve të tjerë apo personave të tjerë, qytetarë të tjerë që ndodhen këtu në vendngjarje, sigurisht janë të shokuar dhe të tronditur për këtë situatë, pasi sipas tyre janë persona të cilët nuk dinë nëse në ndonjë prej magazinave që ata zotërojnë ka arritur t'i preki pra kjo situatë zjarri apo jo. Janë në momente tensioni, mund të themi, një pjesë e mirë e tyre për aq kohë sa edhe flakët e zjarrit nuk janë neutralizuar deri në këto momente nga ana e shërbimeve zjarrfikse, duke qenë se zjarri është i përmasave teje të mëdha. E qartë, Gjensilia, po, shihet qartë edhe nga pamjet në fakt që po vijon zjarri dhe duket që është i përmasave të mëdha. Unë të falenderoj shumë për këtë raportim që bëre nga terreni, duke shpresuar që forcat zjarrfikse të kenë mundësinë për ta normalizuar dhe për ta qetësuar situatën dhe gjithçka të kthehet normalitetit pa pasur të lënduar dhe viktima. Ndërkohë po i ndjekim dhe pamjet e drejtë për drejta. Nëse mundesh, Gjensilia, të marrësh ndonjë informacion edhe nga qytetarët, e di që janë momente tensioni dhe ndoshta e kanë vështirë që të shprehen dhe të flasin. Dëmet materiale shihen dukshëm që janë të mëdha. Dëmet materiale në fakt, Daliana, ashtu si që ju e pohuat, janë të mëdha për aq kohë sa ka një numër të lartë magazinash, mund të themi, dhe sipas banorëve në këtë zonë janë, mund të themi, magazinat ndër më të mëdha që mbajnë mallin e dyqaneve të tjera që ndodhen brenda Tregut. Në fakt do të tentojmë, sigurisht që është fare mirë kuptueshme dhe reagimi i tyre, do të tentojmë të marrim ndonjë prej banorëve për të parë nëse ndonjëri prej tyre pra është i prekur, pra biznesi i tyre është i prekur nga flakët e këtij zjarri. Mund të themi që është kërkuar edhe ndihmë shtesë nga shërbimet zjarrfikse për të neutralizuar këtë zonë, njëkohësisht për të bërë të mundur që dhe flakët e zjarrit të mos përhapen në zona apo ambiente të tjera të këtyre magazinave. Policia të shihen. Vjet re qarta zibra një tensioni të gjithë qytetarëve. Ju jeni banor i kësaj zone? Po, jam banor i zonës, por nuk kam komente për të bërë. Drejtohem më mirë te kompetentët. Shohim që piknisja janë magazina, çfarë ndodhet pra në këtë ambient? Nuk mund të jap koment se jam po aq i paditur sa juve për situatën, kështu që për të marrë informacion më të saktë, drejtohen e kompetentëve të policisë atje, që të lutem.
Ashtu si që përmendëm dhe më herët Daliana, në fakt një pjesë e qytetarëve dhe personave që ndodhen në ambientet e jashtme, pra në rrethimin, jashtë rrethimit mund të themi që ka vënë shiritin e skenës krimit mund të themi të shërbimeve të policisë, pjesa më e madhe të janë qytetarë dhe banorë të cilët qëndrojnë. Po, është vendosur perimetri sigurisë nga ana e forcave të policisë që në momentet e para pra që ka rënë zjarri, kanë qenë banorët e zonës të cilët njoftuan dhe lajmëruan menjëherë shërbimet zjarrfikse por dhe forcat e policisë për situatën, ndërkohë kanë mbërritur po ashtu menjëherë edhe shërbimet e para më të afërta mund të themi të shërbimit zjarrfikës, por që njëkohësisht zjarri është e jeti për masave të mëdha, çka e vështirëson mund të themi edhe më së shumti punën e shërbimit zjarrfikës për ta minimizuar pra këtë situatë dhe për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Ndërkohë apo punohet për shuarjen e flakëve, Xhencila pasi është e paqartë në këtë kënd të pamjeve që po ofrohen nga operatori, po merren masa emergjente për shuarjen e flakëve, pasi duket që zjarri po vijon të jetë nëpër masa shumë të mëdha. Po, në fakt shërbimet zjarrfikse ndodhen në vendngjarje mund të themi, janë 6 shërbime zjarrfikse me 30 forca të zjarrfikses të cilët po punojnë. Momentalisht ku ne ndodhemi në fakt Daliana ndodhemi shumë larg rrethimit apo perimetrit të forcave të policisë. Kemi banorë të cilët dhe qytetarë të cilët duan të futen brenda magazinave mund të themi, por sigurisht që nuk lejohen nga forcat e zjarrfikses por dhe forcat e policisë. Xhencila, nëse mund të mësosh diçka më shumë se cili është pretendimi i këtij qytetari që duket sikur po ndeshet me forcat e policisë që të refuzojnë ta lejojnë të kalojnë. Nga afër me to do tentojmë të bisedojmë edhe më nga afër me to, por për momentin është pak e pamundur, kuptohet edhe për shkak të situatës. Me aq sa kuptova, pohon se do të di nëse dikush prej pra zjarri është i qëllimshëm, nëse ndonjë person ja ka vënë zjarrin vet këtyre magazinave apo është aksidental, duke lënë të nënkuptohet pra që kërkon të futet dhe të bisedojë me një nga shërbimet zjarrfikse për të mësuar edhe ai vet më shumë se çfarë ka ndodhur. Dhe ajo që kuptohet sigurisht është në këtë situatë të rëndë dhe të rënduar për këta qytetar është fakti se janë pra banorë të cilët apo qytetarë të cilët kanë produktet e tyre, janë magazinat e tyre të cilat kanë rënë prepra e këtij zjarri të fuqishëm. Po tentojnë dhe qytetarët të tjerë që të kalojnë perimetrin e sigurisë në këto momente, duke hasur edhe në një lloj rezistence të forcave të policisë të cilët janë aty në vendngjarje për të ruajtur dhe perimetrin e sigurisë. Shohim që ka dhe biznese të tjera përreth zonës ku ka ndodhur zjarri. Kjo doja të përmendja përballë me zonën që ka ndodhur që ka rënë zjarri, në fakt ka biznese të tjera, një pjesë e banorëve që tentojnë të futen brenda rrethimit policisë ka të bëjë me jo drejt për drejt me persona pra që kanë magazinat aty ku ka rënë zjarri tashmë, por janë banorë të cilat apo pronarë të magazinave përballë dhe kërkojnë që të futen dhe të nxjerrin prej andej materialet e tyre, pra produktet e tyre në mënyrë që të parandalojnë ndonjë përshkallëzim situate, por që edhe këta të fundit në fakt nuk janë lejuar nga forcat zjarrfikse, por njëkohësisht në perimetrin fillestar të sigurisë nga forcat e policisë.
duke sikur shuarja e flakëve nuk po favorizohet as nga moti në këto momente, Gjensila. Edhe njërë Daliana, të lutem? Duket sikur situata e përshkallëzuar e flakëve nuk po favorizohet nga moti, ndërkohë që rreshtet e dendura kanë përfshirë të gjithë rajonin, në këto momente duket që nuk po e favorizojnë situatën. Në fakt, për te kësaj ka edhe një situatë tjetër, mund të themi që pakëndshme nga ana e banorëve të cilët hedhin akuza ndaj shërbimeve zjarr fikse, të cilët pohojnë se në këtë lloj përmase, pra që është zjarri, nuk është e mjaftueshme kjo flotë, mund të themi, apo këto automjete zjarr fikse, duke hedhur po ashtu akuza se një pjesë e tyre nuk kanë kapacitetin e nevojshëm apo ujin e nevojshëm për të ndërhyrë dhe për të shuar flakët e zjarrit. Nëse mund të dëgjosh edhe pretendimet e banorëve, ndërsa është e pamundur që të flasësh me ta për shkak të tensionit që ka kapluar të gjithë zonën përreth, cilat janë pretendimet e tyre, dëgjoj që në fakt po komunikojnë dhe po përplasen kështu. Në fakt, pjesa me madhe e tyre i kërkojnë, i përplasen me policisë dhe i kërkojnë që të ketë më shumë shërbime zjarr fikse, por nuk duan të flasin para kamerave. Akuzat kryesore në fakt i kanë hedhur për vonesë të shërbimit zjarr fikse, por njëkohësisht edhe për nuk mund ta quajmë për neglizhencë, por në saj të fjalës së tyre, pra pohojnë se duhen më shumë shërbime zjarr fikse për të ardhur në terren. Cila edhe pse ndodhen plot 30 forca të këtij shërbimi zjarfikës, pra 6 zjarfikse në terren, flakët ende nuk janë neutralizuar. Shoh që lexohet edhe një panik, një kaos tek qytetarët, banorët përreth dhe pronarët e magazinave aty, ku dëmet kanë përshtypjen që përllogariten që të jenë vërtet shumë të mëdha. Ashtu siç e përmend edhe pak më parë, këto magazina kanë shërbyer edhe si vend për mallrat e tyre, për të gjithë furnizimet e tyre, për mallrat stok, të cilat më pas priteshin që të hidheshin në treg apo të shpërndashin në dyqanet e tyre. Është e mirë kuptueshme dhe refuzimi i tyre për të folur mbi këtë ngjarje. A dihet një orë saktë se kur ka nisur zjarri? U raportua dikute rreth një orë më parë ka nisur flakët, ndërkohë që më the që banorët po ankohen edhe për mbërritjen me vonesë të shërbimit zjarfikës në vendin e ngjarjes, apo jo? Në fakt ka gati një orë në fakt që ka nisur kjo situatë, mund të themi që janë shërbime zjarfikse që një pjesë e tyre pasi përfundojnë nga uji dhe mjetet e tjera rrethanore, largohen për t'i hapur vendin zjarfikseve të tjera. Po ndërkohë qarkullimi i makinave është ndaluar në ato perimetër, në ato zonë, për të bërë të mundur dhe kalimin e zjarfiksve me lehtësi? Kjo është në fakt magazinat ndodhen në një rrugicë të futur brenda rrugës kryesore, duke bërë që në këtë ambient, pra në këtë rrugë ne ndodhemi, janë pothuajse të gjitha magazina. Po, të mos ketë qarkullim të shtuar, mund të themi, janë vetëm qarkullim të personave që kanë banesat këtu pranë, apo edhe bizneset, pra magazinat e tjera që janë fatmirësisht paprekura nga zjarri, por që kalim i qytetarëve qoftë këmbësor apo edhe i automjeteve nuk është i lartë, mund të themi, në këtë aks apo në këtë zonë. Duke qenë se tregu apo magazinat e tregut ku ka ndodhur dhe ngjarja, pra flakët e zjarrit, ndodhet në një rrugicë më të mbyllur, mund të themi, nga rruga kryesore. Ndërkohë, nga pamjet, por dhe nga informacionet që kemi, i gjithë tregu Gjensila është imbuluar me kabuj elektrik, duke bërë dhe situatën tepër të rrezikshme.
është ndërprer energjia elektrike në zonë, pasi kjo do të përbënte një precedent vërtet shumë të rrezikshme në këtë zonë, duke energjia elektrike në fakt Daliana nuk është ndërprer në këtë zonë, vijon tjetë nëse do të shohim edhe nëpërmjet pamjeve të siguruara nga operatori jonë, shohim që duke qenë se janë apartamente, pallatet shumë pranë vendit të ngjarjes, por që njëkohësisht ashtu siç ju e përmendët, bëhet e ditur që bëhet edhe një rrezik më i shtuar pra për banorët dhe për qytetarët në këtë zonë. Shohim që ka një numër të shtuar të qytetarëve dhe banorëve të zonës, të cilët dukshëm janë të shqetësuar dhe në panik për gjithë situatën e krijuar, ndërkohë që forca të shumta policie dhe forca zjarfikse kanë mbërritur në vend ngjarje për të bërë të mundur dhe neutralizimin e flakëve, që duket që në këto momente nga pamjet gjensila është disi. Në fakt, Daliana, në këto momente janë duke zgjeruar perimetrin e sigurisë forcat e policisë për arsye sigurie, duke qenë se mund të themi që edhe flakët e zjarrit janë duke u përhapur në përmasa më të mëdha, mund të themi se sa momentet e para që edhe ne mbërritëm në vend ngjarje. Edhe pak mandin. Gjensila, unë të falenderoj për të gjithë raportimin që bëre direkt nga vendi i ngjarjes, uroj që sa më parë të kemi një neutralizim të flakëve dhe çdo gjë të kthehet normalitetin dhe mos rrezikohen edhe bizneset apo banorët, banesat përreth, dhe mos flasim më pas edhe për dëme në njerëz apo të lënduar, sepse dëmet materiale dukshëm për llogariten dhe mendohet që të jenë vërtet shumë të mëdha. Unë të falenderoj sërish ty dhe operatorin për gjitha pamjet e drejt për drejta dhe për të gjitha detajet dhe informacionet që përcollen në studio. Të përshëndes. Ndërkohë, kështu kemi mbërritur dhe në fund të hapësirës informative për të informuar në çdo kohë për lajmet e fundit nga vendi, rajonit dhe bote. Fto të vizitoni faqen balkanweb.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.